Është arrestuar drejtoresha e ndërmarrjes komunale në Gostivar Artana Hasani dhe 2 bashkëpunëtorë të tjerë si pasojë të dyshimeve për ndotjen e ujit në Gostivar. Është arrestuar edhe drejtori teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësi i ujësjellësit Vadedin Dervishi. Nga Ministria e Punëve të Brendshme konfirmojnë se është arrestuar drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar dhe 2 bashkëpunëtorë të tjerë si pasojë e ndotjes së ujit në rrjetin e ujësjellësit në Gostivar. Policët nga stacioni policor i Gostivarit në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike të Gostivarit kanë privuar nga liria 3 persona në lidhje me dyshimet për ndotjen e ujit në ujësjellësin e Gostivarit. Të privuar nga liria janë AA nga fshati Zdunj, ushtrues detyre i drejtorit të NP Komunales Gostivar, VD nga fshati Forin, shefi sektorit ujësjellës dhe kanalizim, si dhe LN nga fshati Vrutok, drejtor teknik i ndërmarrjes publike Komunales Gostivar, thonë nga MP. Jo më larg se dje në Gostivar është shpallur epidemi si pasojë e rritjes enorme të numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë e simptomave gastrointestinale, me të vjella, diare, temperaturë, ethë dhe lodhje. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Shaqir Zylbeari, thotë se mbi 300 persone janë paraqitur në reparte të ndryshme në spitalin e Gostivarit, që kanë kërkuar trajtim mjekësor vetëm në 24 orët e fundit. 167 pacientë janë të paraqitur në repartin infektiv, prej tira 20 janë si kontrole. Në repartin e urgjencës janë të paraqitur rreth 18 pacientë dhe në repartin e pediatrisë janë të paraqitur diku të rreth 104 fëmijë. Tek reparti pediatrisë, domethënë, është i hospitalizuar vetëm një. Të gjithë simptomat domethënë vazhdojnë të jenë të njëjta. E mira është se klinika e tyre përmirësohet pas marrjes së masave dhe trajtimit në reparte. Kjo domethënë flet shumë për shkak se e mira është se nuk vështirësohet domethënë gjendja e tyre. Të gjithë masat epidemiologjike janë ndërmarrë. Domethënë prej ditës kur është shpallur ky problem, të gjithë epidemiologët kanë qenë në terren së bashku me mjekët e higjienës. Krahas tyre bën domethënë edhe kontrolle shtesë, ku janë marrë domethënë edhe mostrat të ujit edhe nëpër çeshmat e pacientëve të cilët janë paraqitur me simptome. I pyetur për marrjen e përgjegjësisë për situatën e krijuar, kryetari Valbon Limani tha se nuk ndjen përgjegjësi morale dhe se simas ka pezulluar drejtoreshën e NP Komunalec dhe një pjesë të udhëheqësisë përgjegjëse për ujësjellësin. Konform zhvillimeve do të merren edhe masat e nevojshme nga ana jonë si komunë. Në këtë moment mendoj që më e rëndësishme është shëndeti i qytetarëve tonë dhe apeloj që qytetarët tonë të gjithë të ndjekin masat të cilat janë dhënë deri tani. Me daljen e rezultateve, menjëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të gjithë rrjetit të ujësjellësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë. Ne kemi qytetarë të cilët shfrytëzojnë disa linje të ujësjellësit të cilat nuk kanë të bëjnë me linjen kryesore të qytetit, por edhe aty kemi raste të shpeshtuara të infektimit me këtë viros, kështu që unë më së miri them që t'i presim të gjithë rezultatet, t'i marrim informata zyrtare dhe mos prejudikojmë para kohë. Ai njoftoi se tani më është themeluar edhe shtabi i krizës dhe se do të merren edhe me shpërndarjen e ujit falas për të gjithë banorët e Gostivarit. Ai sqaroi se problemet me ujësjellësin kanë një histori shumë vjeçare, por kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e ujit. Sipas tij, një nga prioritetet që kanë ndërmarrë pas marrjes së detyrës është ndërtimi i një linje të re të ujësjellësit për të cilën tashmë po punohet. Megjithatë, edhe qytetarët që janë anketuar para spitalit të Gostivarit thonë se simptomat janë të rënda dhe se jo vetëm ata janë të sëmurë, por numërojnë një numër të madh të familjarëve dhe të fshinjeve të tyre. Vjedhje, barku më dhe normal. Api ujtit, a virusana, nuk e dimi qësha. Që 3-4 ditë. Pjot ka. Në qajtore, lagje, gjithkun ka, shumë ka. Shumë tepër ka, shumë ka. Shumë, interesant kjo, qësha. Pa, jo me simptome normal. Erdha ta marr edhe një infuzion, nuk ndihmon asgjë, injeksion mora, kokrapi, si di, habitemi edhe ne. Ka shumë të smur, kam gruan të smur, gjithë familjen, por mua më shumë më ka prek.
Drejtori i shtëpisë së shëndetit në Gostivar, Vullnet Ullomani, tha se personeli i tyre është në vijën e parë të frontit me raste që paraqiten duke u bërë thirrje pacientëve, që të paraqiten vetëm nëse janë në gjendje të rëndë dhe të mos mbingarkohet sistemi nëse simptomat janë të lehta. Të gjitha ekipet tona shëndetësore në shtëpinë e shëndetit në Gostivar janë në vijën e parë të përballjes me situatën epidemiologjike. Brenda një diti, mjekët dhe personeli ynë ka evidentuar dhe trajtuar mbi 300 pacientë, duke përfshirë kontrollet e drejt për drejta si dhe ndihmën mjekësore dhe këshillet e dhëna përmes telefonit. Personeli ynë po punon me përkushtim maksimal për t'u dalë në ndihmë të gjithë qytetarëve, ndërkohë me qëllim që situata të menaxhohet në mënyrë më efikase, të mundshme u bëjmë thyrje qytetarëve. Ti respektojmë në mënyrë të përpikt rekomandimet e institucioneve kompetente, të paraqiten të ne vetëm në rastet të nevojës urgjente, që në mënyrë dhe përparësi t'u jepet rasteve të rënda dhe më urgjente. Situata për momentin po monitorohet vazhdimisht dhe menaxhohet në koordinim të plot me institucionet përkatëse. Nuk ka pasur asnjë moment fshehje të informacioneve nga Ministria e Shëndetësisë për situatën në Gostivar, deklaroi sot Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Sipas tij, deri tani janë regjistruar rreth 3100 kontakte shëndetësore nga qendra shëndetësore, spitali i përgjithshëm, thirrje telefonike dhe ndërhyrje në ndihmës së shpejtë. Klekovski njoftoi se sot do të mblidhet edhe komisioni për sëmundje infektive, i cili do të dalë me rekomandime përkatëse. Во основа би сакал да објаснам и хронологијата на Unë isha i pari që të shtunën informova se rastet e para janë paraqitur më 13 korrik. Ministria e Shëndetësisë dhe unë do të vazhdojmë të publikojmë të dhënat në mënyrë transparente, sepse nuk kemi çfarë të fshehim. Kryeministri Hristian Mickovski, lidhur me situatën në komunën e Gostivarit pas shpalljes së epidemisë, tha se të gjithë përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi morale, duke nisur nga kryetari i komunës dhe me radhë. Moralna odgovornost, apsolutno tamo svi od prvog do posljednjeg treba da ponesu odgovornost. Përgjegjësi morale absolutisht atje të gjithë, nga i pari deri te i fundit, duhet të mbajnë përgjegjësi. Përveç asaj që supozoj se prokuroria do të merret me një lloj tjetër përgjegjësie, pres që nga kryetari i komunës e poshtë të gjithë të mbajnë një përgjegjësi të caktuar morale. Kontrolli i parë mjekësor është kryer më 14 korrik, ndërsa më 19 korrik për herë të parë është vërtetur ulja e numrit të pranimeve. Për sot, gjithashtu është thirrur mbledhje urgjente e Këshillit Komunal të Gostivarit.